Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Jemi duke shpjeguar fjalët e Imam Tahawiyut, Allah mëshiroft, i cili thotë se askujt nuk i ka shpëtuar feja përveç atëherë kur i dorëzohet Allahu dhe të dërguarit e tij. Dhe këtë fjali e kemi shpjeguar pra gjatë dersave të kaluara, dhe kemi vetë me lexu shpjegimin e komentuesit Ibn Abil al-Hanafi, Allah mëshiroft, rreth këtyre fjalëve. Dhe thotë, po kuptimi këtyre fjalëve është që po askujt nuk i ka shpëtuar feja përveç atij i cili ju nështrohet, ju dorëzohet teksteve, pra argumenteve të Kuranit dhe Sunetit. Po i pranon ato ashtu siç janë, edhe i pranon kuptimet edhe domethëniet e tyre ashtu siç tregojnë ato. Dhe nuk i kundërshton këto tekste me dyshime, me dilema edhe interpretime të prishura. Po qëllimi është nuk hedh mbi këto tekste, argumentet të Kuranit dhe Sunetit, pra interpretime të cilat i shtrëmbrojnë ato apo i nxjerrin prej kontekstit, apo domethënë me sjell pra gjëra pa qartësi, dyshime, dilema dhe kështu me radhë. Nga se kush vepron kështu, atëri i tillë as nuk ka shpëtuar feja e tij, as nuk konsiderohet që i ka nështruar dhe dorëzuar Kuranit edhe Sunetit. Ngjashëm me këtë janë edhe ata të cilët thonë se mendja tregon për të kundërtën e asaj që tregojnë argumentet fetare, ose thonë që mendja është origjina edhe baza e argumenteve fetare. Prandaj nëse argumentet fetare kundërshtojnë mendjen, atëherë ne i dhojmë përparësi mendjes. Pra ata kanë sjell këtë rregull për faktin se siç thonë njeriu pra i paraprin shpalljes. Pra ka mundësi që njeriu pra me jetu një kohë gjatë edhe me vepru sipas mendjes së tij, pa pas pra shpallje afër vetes, pa pas argumente fetare. Po kështu ata argumentojnë, thonë që ne nuk e kemi njohur edhe ditur vërtetësinë me pejgamberëve veç se përmes mendjeve tona. Prandaj nëse këta pejgamberë vinë me diçka që është kundërshtim, ose me diçka që mendjet tona shohin se është e pamundur, me qenë e vërtetë dhe sakt, atëherë ne e lirshëm e mohojmë ato. Dhe themi që nuk ka mundësi që pejgamberët e kanë sjellë këtë gjë ose këtë lajm. Por arsye se mendja jon prapë e refuzon ose pe kundërshton. Edhe nuk mundon pra ne me miratu ato, edhe nëse është hadith mutawatir, madje edhe nëse është ajet i Kuranit. Në kësaj raste thonë, po ç'është po thotë edhe komentuesi, kur është hadith mutawatir ose kur pra ajet i Kuranit, atëherë pra mbi të pra hedhin interpretime të shtrëmbruara, pra duke nxjerrë për kontekstet, ose duke thënë që këto tekste flasin për metaforë, dhe nuk na japin kuptim saktë dhe vërtet, mirë po vetëm kuptime metaforike. Edhe nëse ajetet që flasin për atë temë janë të shumta, edhe nëse argumentimet ose aludimet aty në ajetet gjithashtu janë të ndryshme, mirë po gjithmonë sipas tyre ne pra i dhojmë përparësi mendjes, nga sa ajo është baza. Mirë po çfarë thotë këto komentues, thotë hadha la yakunu qat. Kjo kurse si s'ka mundësi me ndodh. Pra nuk ka mundësi me qenë e vërtet që argumentet e sakta me ron kundërshtim me mendjen e shëndosh. Mirë po këto janë disa mendje të cilat pra i kanë devijuar shejtanët, edhe i kanë grabitur shejtanët, edhe këto janë ato mendje të cilat i kundërshtojnë pra tekstet, argumentet e sakta fetare. Prandaj këto mendje nuk merren për bazë, nuk merren konsiderat. Edhe nuk lejohet që me thonë se mendjet e këtilla pra janë ajo mendje e shëndosh. Prandaj thotë, nëse ndodh ndonjëherë që në tekstet fetare me ardhur ndonjë çështje që mundet dikush me hamendsu që e sjell këtë gjë ose këtë rezultat, pra që bjen ndesh me mendjen e shëndosh, atëherë këtë rast thot komentuesi, themi se që kjo çështje që ju po e pretendoni që është racionale, pra që tregon për të arsyeja, është arsyetuar përmes mendjes, tregon se kjo çështje pra është
çështje e bazuar në padituri. Pra problemi është që kjo mendje është mendje e prishur, po nuk është mendje e shëndosh. Po mendja jote dhe arsyetimet që e ke bërë kësaj çështje, pra në të ka ignorancë, ka mosdije dhe ka devijim, ka humbje. Prandaj thotë nëse ai vet do të ndalej edhe do të mundohej pra do ta realizonte pra studimin e asaj çështje, hulumtimin e kështu me radhë, do të bëhej e qartë kjo çështje. Po do të bëhej e qartë që problemi, defekti është te mendja e tij, jo te tekstet e sakta fetare. Pra kuptimi i kësaj është që nëse argumentet janë të sakta, atëherë çështë thamë pra hileti, pra smundja dhe defekti janë te mendja ose te mënyra arsyetimit që ka bërë dikush. Pra fakti që ai po e këndvështon në argument sakt, qoftë pi Kuranit ose qoftë pi haditheve mutawatir ose haditheve të sakta, tregon se vërtet ai është vetë ka ignorancë në veten e tij. Nga se sikur të kishte qenë pra kjo çështje arsyetuar me mendje të shëndosh, atëherë kurse si nuk ka mundësi me kundërshtu tekstin e saktë. E nëse thot argumentet pra fetare janë të pasakta, siç janë për shembull rasti i haditheve të dobta, atëherë thot në këtë rast këto nuk ja vlen, domthonë ose nuk duhet që ato ta kundërshtojnë ose t'i marrim si argument për me kundërshtuar mendjen e shëndosh. Prandaj thot kurse si nuk ka mundësi që mendja e shëndosh, pra e pastër, me kundërshtuar argumentet e sakta. Për arsye se feja e Allah subhanahu wa taala siç e dimë është feje plot. Dhe si e tillë pa ka ardhur me çështje të cilat vijnë përputhje me mendjen e shëndosh. Mendja nuk ka mundësi me kundërshtuar ato, mendja e shëndosh. Nuk ka mundësi me kundërshtuar profetin e Allahut subhanahu wa taala ose me refuzu. Është vërtet që në disa raste pra çështjet për të cilat flasin argumente fetare i konfuzojnë mendjet. Siç janë çështjet e gajbit e kështu me radhë. Mirë po nëse mendja ndal, po njeriu me mendjen e tij pra ndalet edhe që është thënë pra mediton edhe hulumton edhe kështu me radhë pra e analizon çështjet, atëherë i bëhet e qartë që edhe këto çështje vijnë përputhje me mendjen. Pra kurse si nuk ka mundësi. Pra edhe pse ndodh që disa mendje mu konfuzu pi disa çështjeve për cilat vijnë argumentet fetare, kurse si nuk ka mundësi që në argumentet fetare me pas tema ose çështje të cilat mendja i sheh si të pamundura me qenë të vërteta, apo që mendja dëshmon për to që janë të pavërteta. Kurse si pra kjo nuk ka mundësi që të jetë e vërtetë dhe saktë. Për këtë arsye vazhdon komentuesi Allahu më shoh thot, ai që ka ardhur në kësi përfundimi, thot ne e kundërshtojmë, do thot me fjalë ngjashme këto, po ja kthejmë argumentin të kundërtën. Ja rrotullojmë fjalët, edhe themi që nëse bie ndesh mendja me argumentet fetare, atëherë është obligim me u dhënë përparësi argumenteve fetare. Po të kundërtën e asaj të cilën ata kanë ardhur në përfundim. Pse? Për arsye se thot mi bashku mes dy aludimeve në këtë rast, pra aludimet të argumenteve fetare dhe të mendjes, është mi bashku mes dy gjërave kontradiktore. Ose do të pra të mos jenë prezente këto dy gjëra kontradiktore. Kjo pra komentuesi këtu flet për një rregull që e përmend në dietarët, se dy gjëra kontradiktore nuk munden me bashkëtu. Nuk munden me bashku, po gjithashtu nuk munden edhe që njëra prej tyre mos me qenë prezente. Siç është rasti i ekzistencës dhe i inekzistencës. Pra një gjë nuk mundet në njëjtën kohë me kon edhe me ekzistuar dhe mos me ekzistuar. Ose lëvizës dhe mos lëvizës. Pra një gjë nuk mundet në njëjtën kohë dhe mos me lëvizë edhe me lëvizë. Prandaj thonë mi bë bashkë me këtyre dy gjërave, vjen mi bë bashkë me dy gjërave që janë kontradiktore, që është e pamundur. Po dy gjëra kontradiktore as nuk bashkohen, nuk bashkëtojnë, po gjithashtu as nuk mund të themi që asnjëra prej tyre nuk janë prezente. Patjetër njëra prej tyre do të më qenë prezente. Po nuk mundën dyja të mu largu dhe mu refuzu. Për dallim prej gjërave që janë të kundërta. Jo kontradiktore, më janë të kundërta. Gjërat që janë të kundërta, ato nuk mundën me bashkëtu me zveti. Mirë po njëkohësisht pra mundën që dyja të largohen. Siç është rasti për shembull e zeza dhe e bardha. Po ato nuk bashkëtojnë, ngjyra e zezë dhe e bardhë, mirë po gjithashtu mundën dyja të largohen. Mirë po të gjërat kontradiktore kjo nuk ndodh. Prandaj pra thotë kjo na tregon se mi dhon përparësi mendjes, kjo është gjë e ndaluar dhe pamundur, për arsye se mendja është ajo që ka treguar për saktësinë e argumenteve fetare.
që ka treguar se argumentet fetare janë të sakta dhe të vërteta. Sidomos ajetet që janë të qarta, dukshme, po që na tregojnë për kuptime të qarta, gjithashtu edhe hadithet e sakta, të cilat nuk ka kurrë paqartësi rreth kuptimit dhe domethënieve të tyre. Por nuk ka mundësi që mendjes më dhon para këtyre argumenteve, më dhon mendjes përparësi, dhon mendjeve të cilat janë kontradiktore mes tyre ose që janë pra të luhatura. Për arsye se ne për shembull jemi dëshmitar që vetë për këtyre kelamistëve mas një kohë që ka studiu, ka hulumtuar kështu më radh, thot për shembull që mendja e kundërshton ose refuzon këtë gjë. Mirë, po mas një kohë kthehet prapë thot jo, mendja e pranon edhe e miraton këtë gjë. Pra te i njëjti njeri, mendja ti nganjëherë pra e pranon një gjë edhe miraton, nganjëherë kundërshton edhe refuzon. Ja mos flasim pasaj kur vinë dy persona ose tre ose më shumë, të cilët pra të gjithë janë inteligjent, janë të mëshëm kështu më radh, edhe mendjet e tyre po vinë kundërshtim me njëra tjetrën, pra nuk pajtohen kurse si. Edhe secili prej tyre thotë unë po argumentojnë me mendjen time, me anën racionale. Prandaj thotë autori, nëse e zhvlerësojmë, pra i zhvlerësojmë argumentet fetare, realisht i bie që ne po e zhvlerësojmë edhe aludimin e mendjes, ose atë për që na ka treguar mendja. Ka se mendja na ka treguar për saksinë e argumenteve fetare. Edhe nëse ne pra e zhvlerësojmë pra aludimin ose atë për që na ka treguar mendja, atëherë i bie që domthon kjo mendje nuk do të jetë e atill që të vlej për më kundërshtu argumentet fetare. Po përderisa mendja na pas ka treguar neve që argumentet fetare, pra tekstet fetare janë argument, atëherë le të jenë argumente edhe në këtë çështje për cilën po flasim. Për ndryshe kjo i bie që ne me argumentet fetare me vepru sipas dëshirës edhe tekave tona, nganjëherë mi pranu, nganjëherë mi refuzu. Prandaj për atë autori, nëse ne e zhvlerësojmë pra aludimin e mendjes, ose para kësaj që tha, nëse ne e zhvlerësojmë argumentet fetare, kjo pra automatikisht na çon me zhvlerësu vetë aludimin e mendjes, ka se mendja është ajo që na ka treguar se argumentet fetare janë sakta. Kjo i bie pasaj thotë që nëse e zhvlerësojmë ne aludimin e mendjes ose përfundimin se lën ka orë mendje, atëherë kjo mendje pra nuk vlen që të jetë kundërshtar ose me kundërshtu tekstet fetare. Për arsye se thotë një gjë që nuk është argument, nuk vlen që të kundërshtoj asnjë prej gjërave, asnjë gjë prej gjërave. Aq më pak po ti kundërshtoj argumentet fetare. Prandaj bën pas këtyre fjalëve bën një përfundim. Thotë vetë nëse ne vetë i dhojmë përparësi mendjes, kjo mendje pasaj neve na çon në rezultat pashmangshëm që mos më dhon përparësi mendjes para teksteve fetare. Prandaj pra neve nuk na lejohet që më dhon përparësi mendjes para teksteve fetare. Do thotë kjo është e qartë edhe e dukshme. Për arsye se, çfarë tham deri tash, po mendja është ajo që na ka treguar për vërtetësinë e argumenteve fetare, po që argumentet fetare janë të sakta. Dhe që lajmet të cilat na kanë ardhur në argumentet fetare janë në përputhje plot me atë që ne ka sjell këto lajme. Pra pejgamberi sa thonë që ne ka sjell prej Allahu subhanahu wa taala. Edhe pastaj vazhdon thotë, nëse lejohet që aludimi ose përfundimi të jetë i pasakt, për shkak se argumentet e fetare pra që kanë të pasakta, ose domthon po na jep kanë si përfundime të pasakta, atëherë kjo pra patjetër ose pash më shumë kërkon që edhe mendja pra mos jetë argument i sakt. Edhe përderisa mendja nuk është argument i sakt, atë nuk lejohet në asnjë rast me pasu edhe me ndjek. Aq më pak pra që mendjes të jepet përparësi para argumenteve fetare. Prandaj pra kjo thotë që në fund themi se mi dhon përparësi mendjes para argumenteve fetare është realisht akuzë ndaj vetë mendjes. Pra arsye se mendja na ka treguar që tham deri tash po për vërtetësinë dhe saksinë e këtyre argumenteve fetare. Edhe pra në bazë kësaj që e thanë ata për me thjeshtësu, mund të themi se argumentet fetare janë si degëzim, pra në bazë asaj që kanë thonë ata, si degëzim i mendjes. Pra në kuptimin që nëse ne e zhvlerësojmë degën, e cila është bazuar mbi një bazë, mbi një rrojnë ose origjinë, atëherë kjo na tregon që edhe baza ose origjina është e zhvlerësuar. Edhe
Se këtil, pra kjo bazë dhe kjo origjinë nuk vlen edhe nuk lejohet që përmes saj me kundërshtu diçka. Aq më pak pra që ata me pas me dhon përparësi para tjerëve. Edhe që është pra më lart, pra e kemi përmend këto edhe në dersat e kaluara, pra që mendjet e njerëzve janë dallojnë mes veti. Pra me cilën mendje ne do ta marrim për bazë ose me i peshu argumentet fetare. Po mendjet e njerëzve nuk kanë kufi. Secili ka mendjen mënyrën e të menduarit, të arsyetuarit e kështu me radhë. Pra janë të ndryshme, të lloj-llojshme, edhe gjithashtu kontradiktore. Pra me cilën mendje ne më marr për bazë me ta pastaj me peshu argumentet fetare. Dhe rreth kësaj teme është zgjeruar shumë dhe ka shkruar pra rreth kësaj Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka një libër të njohur që quhet Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql. Po tregon se nuk është e pamundur që mendja shëndosh argumentet e sakta me ranë ndesh më kundërshtu me njëna tjetrën. Edhe kjo është për librave më të mirë që flasin këtë temë. Prandaj edhe Ibn al-Qayyim Allahu mëshoftë e lavdron shumë këtë libër në nunijën e tij. Thot waqra kitab al-aql wa an-naql alladhi ma fi al-wujud lahu nadhirun thani. Lezoje librin pra aql wa naql që është i Sheikhul Islam Ibn Taymiyës, nga se nuk ekziston libër më i mirë ose i ngjashëm atë pra në mesin e librave. Pra është vërtet një libër madhështor i cili pra i rrëzon këto dyshime. Mirë, po problemi i këtij libri është libër i vështirë mu kuptu. Sidomos për ata kërkues dijes janë në nivelin mesatar. Madje disa dietarë që janë edhe nivel më të ngritur, për dietarëve pra ka raste që disa tema këtu libri vetëm i palojnë edhe nuk i lexojnë fare, se kanë problem me i kuptu. Për arsye se Sheikhul Islami këtë libër ka bazuar mbi premisa dhe parime, të cilat po shumë për njerëzve nuk munden ose për lexuesve po nuk munden me i kuptu saktë dhe drejt. Prandaj vazhdon pra komentuesi thotë për këtë arsye është obligim që njeriu më i dorëzu plotësisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mi unështruar urdhave të tij, mi pranua dhe mi miratu lajmet që kanë ardhur prej tij. Po mi marr lajmet që kanë ardhur prej pejgamberit pra hadithet me pranim edhe besim të sinqert dhe të vërtet. Pa e kundërshtu për këto hadithe, to lajme që kanë ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fantazina të kota që i lindën në mendjen e tij, e që disa i quajnë pra gjëra të arsyetuara, pra që janë bazuara mbi arsyen ose mendjen. Dhe ose thot pa i interpretuar ato. Po duke i shpjeguar me interpretuar përmes dyshimeve dhe dilemave. Apo thot pa ju dhënë përparësi opinioneve të njerëzve. Edhe mendimeve që kanë dalë pi kështu e shumë pra shëllisoni pi bërllogut të mendimeve të njerëzve. Kështu thot autori vërtet komentuesi. Prandaj thot dohet me veçu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me tahkim. Po me tahkim kuptimin që mu gjyku vetëm te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me veçu me teslim, me dorëzim. Gjithashtu me nështrim edhe për ulje ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe haditheve të tij. Ashtu siç ne thot të veçojmë dërguesin, pra Allahu subhanahu wa taala me ibadet, me adhurim, edhe me nështrim edhe për ulje dhe kthim të ai dhe me mbështetje vetëm tek ai. Edhe për këto kemi folur për ndërsën e kaluar, kemi argumentin ku Allah subhanahu wa taala thot në surën Nisa, në ajetin 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Thot jo për Zotin tënd, ata nuk kanë besuar derisa ty të marrin si gjykatës në mospajtimet që janë mes tyre. Pastaj, pasi që të gjykosh ti, të mos gjejnë asnjë ngushti në zemrat, në krahërorët e tyre. Po mos gjejnë asnjë dyshim, asnjë ngushti rreth gjykimit tonë, për ta pranojnë plotësisht. O yusallimu taslima, edhe ti dorëzon plotësisht po gjykimet edhe vendimet tonë. Prandaj edhe Ibn al-Qayyim Allahu mëshoftë i sjell disa vargje të mira pra në nunijën e tij, thotë wallahi ma khawfi adh-dhunub wa innaha la ala sabil al-'afwi wal ghufran. Thotë pasha Allah nuk ju friksona shumë mëkateve. Ka se mëkatet janë pra në rrugën e faljes edhe tolerimit prej Allahut. Pra shpresoj që Allahu më i fal gjunat dhe mëkatet që i kam bërë. Lakinnama akhsha insilakh al-qalbi min tahkimi hadha al-wahy wal-Qur'an. Mirë po thotë ajo që friksona është që
mos zemra ime po më devijon, që mos më marr si gjykatës pra këtë shpallë dhe këtë Kur'an, me kanë ai gjykatësi për çështjet e fesë. Warida bi ara'i ar-rijali wa kharsiha la kana dhaka biminnet e Rahmani. Sot edhe mos po jam i kënaqur me opinionet, mendimet edhe hamendësimet e njerëzve. Thot mos ndodh kjo kur me begatinë edhe mirësinë e gjithëmshirshme. Prandaj vazhdon këtu komentues thot këtu i kemi pra dy tauhide. Dhe njeriu nuk ka mundësi me shpëtu pi dënimit të Allahut përveç se i realizon këta dy tauhide. Tauhidi i parë është veçimi i dërguesit, pra Allahu subhanahu wa taala, siç e dim pra me veçu Allahu subhanahu wa taala me adhurim dhe për ulje. Ndërsa tauhidi i dytë është me veçu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me pasim, ç'është e tham deri tash. Po më dorëzu urdhave të tij, më nështru gjykimeve të tij, por kjo është tauhid me cilën ne e veçojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vazhdon thotë, kështu që nuk duhet njeriu pra mu gjyku të askush tjetër veç se te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe mos jetë i kënaqur me gjykimin as kujt tjetër veç se me gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk e lejohet njeriu të kur i vije pra hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, urdhën e tij ose gjykimi i tij që të ndalet, edhe të mos e zbatoj urdhën e tij apo të mos i besoj lajmet që ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa t'ja tregoj ose t'ja ekspozoj, po ta peshoj këto me mendimin e shejkhut të tij, hoxhës së tij ose imamit të tij ose ata që janë pasues të mëdhëbit të tij ose grupit që i takon, sekte që i takon apo atyre që i respekton. Po nuk lejohet kështu besimtarëve me pruçë, nëse ata i dhajnë leje, atëherë kjo thotë zbaton urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e pranon lajmin e tij. Për ndryshe thotë, nëse është për atyre që kërkon selametin, shpëtimin, këtë çështje ja u lën pra këtyre personave për cilët ka mendim të mirë dhe respekton. Ata e dinë më mirë, siç edhe i dëgjojmë shumë për muslimanëve që veprojnë kështu. Ai e dinë më mirë, po shehu e dinë më mirë, imami e dinë më mirë, ose ata pasues të mëdhëbit, ata e dinë më mirë, ata që i përket mëdhëbit. Ai thot pastaj të heq dorës së të shmangët, t'ia kthej kurrizën urdhave të pejgamberit, urdhave edhe lajmeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nuk bën kështu me vepru besimtari. Ose thot me kalu në nivel tjetër që mi nxjerr pe kontekstit pra fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mi shtrembru ato. Edhe pastaj shtrembrimin e fjalëve të pejgamberit me çujt ta'wil, po interpretim ose shpjegim. Ai thot kështu ne po i shpjegojmë se interpretojmë fjalët e pejgamberit. Prandaj thot komentuesi, nëse njeriu atakon Allahun ditën e Kiametit me çdo mëkat tjetër përveç shirkut, është më mirë për ta se sa me taku Allahun subhanahu wa taala në këtë gjendje. Se sa me taku Allahun me në këtë gjendje pra që mi pranu pra argumentet, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose duke i refuzu, po përdaj sa nuk pajton me ta pasues të mëdhëbit të tij ose grupet të tij, ose mi refuzu, mos me punu me ta mi refuzu, ose mi shtrembru. Po me çdo gjë tjetër që atakon Allahun subhanahu wa taala është më mirë përveç shirkut se sa me taku Allahun subhanahu wa taala me këtë gjë ose me këtë gjendje. Dhe vazhdon pasaj thot, tregon se si duhet të jetë pra gjendja e besimtarit në raport me hadithin e saktë që i vije pi pejgamberit. Sa më thot kur njeriu i arrin një hadith i saktë pi pejgamberit sa më tërë duhet me përgatit veten sikur këtë hadith po e dëgjon direkt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot nëse te këtë hadith e kishe dëgjuar direkt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëra tu kish leju ty që me shtyj më avon me pranu hadithin, po mos me pranu më një herë. Ose me shtyj më avon të punuarit edhe zbatuarit e këtij hadithi për jasëm derisa ta matësh këtë hadith ose ta peshosh këtë hadith për jasëm me mendimin e filanit ose fjalët e filanit ose mëdhëbin cilin i takon. Përkundrazi thotë është obligim farz që njeriu më një herë me shpejtu, me zbatu hadithin e pejgamberit, me punu me të. Pashi ku pa kthy kokën ka dikush tjetër. Nuk do të thotë që fjala e pejgamberit sa me sjell paqartësi rreth fjalës së tij, për shkak se kundërshton opinionin ose mendimin e dikujt tjetër. Përkundrazi thotë opinionet edhe mendimet e tjerëve duhet ato mi konsideru si të paqarta derisa ti të peshon ose të maten me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thotë kurse si, pra fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk do të kundërshtohet tekste që ka ose hadithi më shumë nuk do të kundërshtohet përmes analogjive. Gjitha këto analogji bien. Gjitha këto anulohen kur vjen pra hadithi teksti prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe nuk lejohet kurse pra që fjalët e tij mi nxjerr prej realitetit, prej kontekstit të tyre, që është më lart për shkak të një fantazi ose imagjinate që dikush e çon, pra imagjinatën e tij që është makul, pra që për këtë tregon ose arsyeton këtë përfundim mendja. Përkundazi thotë kjo është mejhul, kjo është e paditur, thonë që nuk është e bazuar në dije. Edhe thonë është shumë larg të saktës së vërtetës. Prandaj thotë nuk duhet që njeriu pra ta kurzoj pranimin e fjalës të pejgamberit sa nëse vjen në përputhje me fjalën e filanit ose filanit, kush do qoftë ai, pa përjashtëm. Dhe siç e dim pra, për këtë Allah subhanahu wa taala na ka treguar se kështu ka qenë gjendja sahabëve dhe kështu duhet të jenë gjendja gjithë besimtarëve muslimanëve deri në ditën e Kiametit. Po kur e dëgjojnë fjalë për pejgamberin sa më thonë sami'na wa ata'na. Që tregon Allah thotë që besimtarët thonë sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Dëgjuam dhe respektuam u bindëm dhe kërkojmë faljen tënde o Zot, po për mangësitë që i ka po çdo kush, dhe te do të jetë kthimi. Pra fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sa do të jetë para fjalës së çdo kujt tjetër. Dhe në këtë kuptim pra siç e dimë Imam Maliku Allahu mëshoft ka thonë kullu ahadin yu'khadhu minhu wa yuraddu ila sahib hadha al-qabr. Pi çdo kujt pranohet fjala dhe refuzohet përveç këtij i cili është i varrosur këtë varr. Po ka bëu me shenjë nga varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po fjala e tij nuk refuzohet, mirë po duhet pranohet. Dhe pasaj e sjell këtu komentuesin një hadith i cili përcillet te Imam Ahmedi Allahu mëshoft pe Amr ibn Shuaib, ai pe babait e tij, ky pe gjyshit e tij thotë që një ditë thotë isha unë me vllahun e tij në një mezhlis. Thotë edhe për atë mezhlis, po që ishte as i dobishëm, e kisha dhënë edhe pasurinë më të madhe, siç e quajnë pra arab humrun ni'am, po ato devet më të shtrejta. Po i kisha pagu, kisha dhënë, veç mos më mika i mezhlis. Thotë ishim edhe shkuam pra te shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe aty i gjetëm disa prej sahabëve të moshuar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ishin ulur në një prej dyrëve, pi dyrëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose shtëpive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë që kështu neve nuk na erdhi mirë që me hinë mes tyre dhe ulëm pak më larg. Thotë edhe ata filluan edhe përmendën një ajet të Kuranit, edhe filluan me diskutuar rreth ajetit të Kuranit, pa me pas polemika, me pas debate. Siç kanë marrë transmetime të tjera, çështja ka qenë rreth kaderit. Thotë edhe filluan pra me polemizu derisa po i ngretën zonat. Atëherë thotë doli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te ata i zemruar, edhe po pi zemrimit ishte skuqur fytyra. Edhe thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam madje i hedh ata me dhë, me plor. Edhe tha mahlan yanqum, mos u ngutni o njerëz. Bi hadha uhlikat al umam min qablikum. Thotë për shkak këtyre gjërave janë shkatruar, pra kanë devijuar umetet para juve. Bi ikhtilafihim ala anbiyaihim wa darbihim al-kutub ba'daha bi ba'd. Thotë po kanë devijuar për shkak se ai kanë kundërshtuar pejgamberët e tyre, edhe ajetet e librave që kanë zbritur, pra i kanë bërë që me qenë kontradiktore me njëri tjetrin. Inna al-Qur'ana lam yanzil yukadhibu ba'dahu ba'dan, bal yusaddiqu ba'dahu ba'dan. Kurani nuk ka zbritur që me përgjithësu ajetet e tij njëri tjetrin. Përkundazi thotë ajetet e Kuranit e vërtetojnë njëra tjetrën. Fa'maraftum minhu fa'malu bihi. Prandaj thotë ato ajetet e Kuranit që keni dije për to, punoni me to, zbatoni. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Për ato që nuk keni dije, kthani te i dishme rreth tyre për te Allahu subhanahu wa taala. Çfarë kemi shpjeguar këto pra edhe ndërsa të kaluam pra kjo në këtë mënyrë ose ngjashëm me këto ka sjell fjalinë edhe Imam Tahawiu, pra njeriu kur ka diçka të paqartë të festë Allah, do të më kthyte i dishme rreth atyre çështjeve të Allahu subhanahu wa taala. Në këtë hadith pra përveç Imam Ahmedit transmetohet te Abdurrazzaku te Ibn Majah, po ashtu transmetohet te Muslimi, po sa një timir po në version më të shkurtuar pe Abdullah ibn Amrit. Sidoqoftë pra hadithi është i njohur për cilët prej Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhuma, edhe përmend edhe Ibn Kathiri në tefsirin e tij te ajeti 82 i surës Nisa. Ku Allah thotë: "Walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira." Sikur të kishin ky Kur'an pe dikujt tjetër veç Allahut, atëra ata do të gjenin në të kontradikta të shumta. Prandaj pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith po na tregon që
Kurani nuk ka zbrit në atë formë që pjesët e tij me kundërshtuan njëra tjetrën, mirë po përkundrazi vërtetojnë njëra tjetrën. Dhe ajo që ne nuk kemi dije, po e kemi shpjeguar derisa kanuam se patjetër ndonjë çështje fesë për musliman, për individet ka më qenë e paqartë, atëherë do të më kthy dijen te Allahu. Siç ka thënë Allahu, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul." Nëse keni mos pajtim për një gjë, kthani te Allahu te pejgamberi i tij. Prandaj nëse kemi në atë paqartësi rreth ajeteve, çka themi? Allahu a'lam. Allahu din më së miri. Pra Allahu din më së miri, kemi thënë që kjo për shembull hyn te çështjet e realitetit, te çështjeve të gajbit. Pra Allahu din më së miri se janë ato. Po çështjet e gajbit, po çështë xheneti, çështë xhehenami, kështu më radh, pra cilësitë e Allahut. Ai kuptojnë domethënë atyre mirë, po realitetin e tyre Allahu din më së miri, po çështjet që kanë bëjnë me gajbin. Prandaj pra ky hadith që ka sjell këto komentuesi vërtet është hadith madhështor, edhe na tregon se do të më pas kujdes pra që musliman mos mu përqa rreth haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rreth ajeteve dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po janë kanë obligim ju dorëzu që thamë deri tash, ju nështru me besu, edhe pra gjitha mos pajtimet e tyre me përfundu të hadithët. Mas hadithëve nuk do të më pas më përqa dhe mos pajtime. Pastaj vazhdon komentuesi thotë nuk ka dyshim që Allah subhanahu wa taala e ka bërë haram të ndaluar me fol për të, për Allahun dhe fenë e tij pa dije. Edhe sjell pra për këtë argument, për këtë çështje sjell si argument ajetin 33 surës Araf. Allah subhanahu wa taala thot: "Kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun." Thuaj, Zoti im e ka ndaluar vetëm gjërat e pahishme, qofshin nëse bëhen ato haptazi apo fshehtazi, wal ithma dhe mëkatet, wal baghya bighayri al-haqq dhe padrejtësinë, pa dhunimin pa drejtë. Dhe të shoshoni Allah subhanahu wa taala do një gjë në adhurim pas zbrit Allah subhanahu wa taala për të asnjë argument. Edhe që të thoni për Allahun atë që nuk e dini. Pra dietarët e kanë përmend, po si Ibn al-Qayyim dhe të tjerët, që Allah subhanahu wa taala këtu ndalesa që kanë dhënë këtë ajet i ka radhit prej më të lehtës deri te më e rënda. Edhe më të rëndën e ka vendosur fund për që të thoni për Allahun atë që nuk dini. Po të tjera që ju përmend para saj janë më të lehta nga se të gjitha janë në dëshirën dhe vullnetin e Allahut. Pra Allah subhanahu wa taala i fal dhe i mbulon ato. Pra spari Allah subhanahu wa taala po i përmend po ato që janë më të lehta se sa mëkatet, thotë el-fawahish. Fawahish po janë këto që thon pra veprimet ose sjelljet e pahishme, turpshme që bëhen pra haptas ose fshehtas. Pastaj bëhet ithëm edhe ithëm, pra është fjala apo vepra që është mëkat i madh për gjunohet të mëdha. Po kjo domthonë është më e rëndë se sa këto fawahish që përmend në fillim. Wal baghy bighayri al-haq, edhe mishkel kufit pa drejtësisht. Pra el baghy është me bë pa zullum, pa drejtësi. Kjo spari domthonë kjo është domthonë njeriu mishkel kufit në raport me Allahun edhe fenë e tij. Po me bë pa drejtësi zullum. Po i bën vetes është fjala. I shkel kufit në raport me Allahun dhe fenë e tij. Pastaj vjen pra dhunimi i tjerëve pa drejt, mi bë pa drejtësi zullum tjerëve. Po këto janë gjinohe mëkate më të mëdha se sa ato mëkatet ose ithmi që u përmend më lart. Pastaj Allah po thot: "Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Dhe të shoshoni Allah subhanahu wa taala gjëra për cilat nuk ka sjell, nuk ka zbrit argument. Po kjo është shirku, siç e demi, i cili i shkatron të gjitha veprat. Dhe Allah subhanahu wa taala pra nuk e fal këtë shirk nëse njeriu vdes me të. Për këtë arsye pra shirku është më i rëndë se sa padrejtësia. Dhe në fund Allah po thotë: "Wa taqulu ala Allahi ma la ta'lamun." Dhe të thoni për Allahun atë që nuk dini. Pra njeriu me fol me hamendje, me supozu rreth fesë të Allahut subhanahu wa taala, rreth dispozitave të Allahut. Pra sipas këtyre dietarëve kjo është shumë e përgjithshme dhe më e rëndë se sa shirku. Për arsye se njeriu këtu e fut veten pra në legjësim. Ose sikur po e konkuron Allahu subhanahu wa taala se për këtë legjësimit të dispozitave fetare. Po por legjëson diçka që Allah nuk e ka legjësuar, po ndryshon diçka për fesë të Allahut subhanahu wa taala. Po fol për Allahun pa dije, prandaj kjo është shumë e rëndë.
Për këtë arsye pra autori vërtet komentuese sjell edhe ajetin tjetër, pra në surën Isra ajetin 36 ku Allah thotë wala taqufu ma laysa laka bihi ilm. Mos fal, po mos ju qas asaj çështje për cilën nuk i di. Po mos e ndjek në çështje për cilën nuk i di, mirë po ndalo derisa ta dish. Po ashtu Allah subhanahu wa taala ka thonë wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda. Surën Zumar ajeti 60. Ditën e kiametit do të shohësh ata që kanë gënjur për Allahun, fytyrat e tyre do të jenë të rrësuara, nxirra. Dhe për gënjeshtës ndaj Allahut subhanahu wa taala është edhe me thonë kjo është halal ose haram pa dije, pa argument. Siç thotë Allahu në surën Nahl, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram." Dhe mos thuni pra me gjuhë të juaj të rrejshme që kjo është e lejuar dhe kjo është e ndaluar. I të ftëru ala Allahi l-kadhib, dhe në këtë mënyrë po të sa janë gënjeshtra për Allahun. Prandaj pra çështja nuk është e lehtë. Edhe po këtë arsye vazhdon komentuesi thotë pra ka obligim njeriu që shpallën me cilën Allah subhanahu taala ka dërguar pejgambert e tij dhe që ka zbritur në librat e tij me konsideruar që është e vërtetë, cilën e ka obligim me pasu. Ka së është prej Allahut, edhe me të kanë ardhur po pejgamberët të vërtetë sinqert, edhe për të pra siç po thotë kanë zbrit librat që e vërtetojnë këto. Prandaj është obligim me pasu. Prandaj thotë fa yusaddiqu bi annahu haqqun wa sidq. Po do të me qenë i bindur që është hak edhe vërtet. Dhe pastaj vazhdon thotë dhe fjalët e tjera të njerëzve po nuk janë sakta, nuk janë të vërtetë. Po atë po në parim, çfarë më vepron me fjalët e tjera të njerëzve? Po që nuk janë prej Kuranit dhe Sunetit. Vazhdon thotë, nëse na vjen në mendim një opinion ose një fjalë për dikujt tjetër për njerëzve, po përveç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë thotë ne e peshojmë ato me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit, po me Kur'an dhe Sunet. Edhe kësi fjalë kemi të shumta. Për shembull, te këta kelamistët e gjejmë fjalën Jauhar, Thelbi ose al-Arad, pra i ndajnë pjesë ato që janë thelb, edhe ato që janë simptoma ose që janë si cilësi. Ose ebad, po pjesë, apo gjymtyr, e kështu më radhë, po ana, për shembull, thonë Allah nuk është në një anë, apo nuk është hajz, pra nuk është i kufizuar me një vend, apo trup, e kështu më radhë. Po sjellin si terma, kësi fjalë. Këto fjalë të tyre ne, pra i masëm dhe i peshojmë me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse vinë përputhje me fjalët e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë të vërteta. Nëse kundërshtojnë atëra ato janë kota, edhe domthoni pra refuzojmë të kotën edhe e marrim të vërtetën. Ja thotë nëse nuk e din, po fjala e dikujt dhe nuk i njohuri, nuk i detyria apo e kundërshton, po Kur'ani Sunetin apo po pajtohet me të, nga se ajo fjalë pra është domthon e përgjithshme, që i përmenu më lart, ana ose kështu më radhë janë fjalë përgjithshme. Nuk e din po fjala e tij apo vjen kundërshtim apo në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, edhe nuk e din cili është qëllimi i folës në këtë rast, atëherë thotë autorin këtë rast, ose thotë e din qëllimin e folësit, mirë po nuk i argument. A ka dohon pi pejgamberi sa som në hadith që e vërteton këto apo përgjithëson, atëherë këtë rast aty do të më hesht. Po nuk do të as me pranu, dohon as me refuzu. Mirë po dohet me hesht. Po kështu do me vepruar ato fjalë që janë të përgjithshme. Po nëse janë fjalë të përgjithshme, do të me hesht. Ose nëse janë fjalë të qarta, mirë po ende nuk e gjet argument, nuk e din pra argument ndonjë argument që e vërteton apo përmirëson fjalën e tij, atëherë thotë këto do të me hesht edhe nuk bën me fol veç se me dije. Prandaj thotë wala natakallemu illa bil ilm. Dhe kështu thotë nuk na lejohet me fol veç se me dije. A çka është dija? Thotë wal ilmu maqam alayhi dalil. Dija është ajo e cila është e bazuar mbi argumente. Kjo është dija vërtetë dhe saktë, mbi argumente të Kuranit dhe Sunetit. Wan nafi'u minhu ma jaa bihi ar-rusul. Kurse dija dobishme është ajo me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, pastaj vazhdon thotë ka mundësi që neve më na ardh dije për dikujt tjetër përveç pejgamberit. Mirë, po thotë kjo dije është në çështjet e dunjos, jo në çështjet e fesë. Çështjet e dunjos mundet të marrë dituri për dikujt tjetër përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Siç është fjala për shembull dituri rreth mjekësisë apo rreth këtu e përmend pra aritmetikës, pra matematikës ose bujqësisë kështu më radh. Çështjet e dunjos. Po lejohet me folën to, pasi që njeriu pra ka përvojë se praktikën ato, po varësisht të dijes që ka, varësisht po
se çfarë thonë njerëz, po ata shkencëtarë që kanë folur rreth mjekësisë ose këtyre profesioneve dhe shkencave ndryshme që i përmend këtu. Mirë po thotë, sa i përket çështjeve që kanë bëjnë me Allahun, ose që quhen el umur ilahia, po që kanë bëjnë me cilësitë e Allahut e kështu me radhë, ose dituritë fetare, atëherë thotë këto çështje dijen për tyre do të më marr vetëm për pejgamberin, askujt tjetër përveç tij. Pra këto do të më kthyet te Allahu edhe te feja Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo dije është e kurzuar në argumente që le të merren prej pejgamberit, ose më askujt tjetër përveç tij. Po do të ndalemi vetëm te argumentet. Prandaj çdo kush që fol rreth këtyre çështjeve ne e pyesim, a ke argument për këtë që po e thu? A ke argument për këto çështje për të cilat po flet rreth Allahut, rreth cilësive të Allahut, rreth çështjeve të gajbit, emra, pra çfarë më emra cilësive të Allahut, apo ajeteve, apo hadithe, madje edhe rreth dispozitave fetare. Nëse ke argument na sjell, nëse jo atëherë, pra ne i refuzojmë fjalët e tua. Prandaj pra këto për shkak edhe rrezikun e bidatit në fe, se sa rrezikshme dhe e rëndë është çështja e bidatit në fe. Po që sherrri edhe dëmi i bidatit pra është një sherrri i cili domthonjë përfshin masa gjera të muslimanëve. Ka se domthonjë bidatet janë ato të cilat pastaj i mbulojnë sunetet. Nuk ka dikush i cili vepron me një bidat veç se çka thon dietarët ai privohet prej një sunete të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në çështjet e që thamë deri tash po dunjas, nuk ka problem ju kthyn shkencëtarëve të asoj fushë, ata që janë specialistë, pra që kanë njohuri rreth asoj çështje ose rreth asoj shkence, e kështu me radhë, po që i përmeni edhe autori. Edhe pse ka to çështjet ose të shkencës të dunjas, ka edhe pediatarëve në islam që kanë folë për to, për shembull çështjet e mjekësisë. E dina për shembull Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, ka folë në librin e tij Zadul Ma'ad rreth mjekësisë pejgamberike. Po ashtu domthon ka folë edhe kolegu i tij, pra Imam Dhahabi Allahu mëshiroft. E ka në libër të veçantë që fol për këto. Pastaj gjithashtu edhe Ibn Muflih në librin e tij Al-Adab Shar'iyya, po e ka një temë në cilën pra është zgjeruar dhe ka folë gjëra gjatë rreth pra mjekësisë profetike. Gjithashtu kanë folë më herët pra dietarët rreth çështjeve që kanë bënë me llogarinë, pra me matematikën ashtu më radhë, siç ka vepruar pra autori i librit Al-Adb al-Fa'id, po që flet rreth çështjeve të trashëgimisë, po ka folur zgjeru, ka folur rreth mënyrës se si mi llogarit pra trashëgimin, pra rreth këtyre rregullave pra të llogaritjes matematikës e kështu me radhë. Prandaj pra edhe dietarët e mëhershëm kanë folur edhe për këto çështje mirë, po për arsye se këto çështje në bazën parim pra janë të bazuar në argumente vetare, mirë po detajet e tyre kështu me radhë, pra që tham ja u besojna edhe i referohemi pra shkencëtarëve apo dietarëve të asaj fushë. Pastaj vazhdon komentuesi dhe i shpjegon edhe fjalë tjera të Imam Tahawiyut për cilat inshallah do të vazhdojmë në dersin e ardhshëm. Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.